Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do ta marrin njeriu në më të lumtur materialisht këtë dunja. En'ama rajul, njerin që këtë mirat i ka pas. Ka thonë alayhi salatu wassalam, edhe e morin e fusin zjarr, fa yusbahu fi an-nari sabqa. Vesh një herë shtin sa ta preke zarmi prapë tjetër. Edhe i thojnë me laçët, a ke pa naj herë ti mirë? Vesh një timë në zjarë. Miliarderat më të mbojnë botë, mbretërit, vesh një timë në zjarë. A ke pa hajrë i herë? Thot, kur s'kum pa hajrë? Ja haron me të parën të hinë me zarmi kita të mirat. Dhe merët njeri ma i vështirësum që e ka pas jetën këtë dunja. Ma ranë sa i s'ka pas. Edhe vetëm një herë është tim gjenet, edhe e nxjerrin. I thojnë me laçët, a ke pati dhe një herë? Keq, a ke hek në një herë? Kur thot s'kam hek? Se di shka me hek. Këtë dunjaja, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, këtë dunjaja që ka na jetojna, pim fillim, deri sa të mshelët, është vesh një frimari ahiretit. Një herë ka morë frim ahiretit, këtë që këtë dunjaja që këna të përlana. A disa pakot e Zoti Gjelle Gjelalu? Hiq nuk o. Ka thonë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, me pas kimet dunjaja të Zoti, jo besimtari së ne pi as një klajt ujë, ditë së ne kërkon ujën, po kjo nuk ka vlerë të Zoti.